tjetër, nuk ka asnjë cent të paligjshëm të sekuestruar, ka thjesht dhe vetëm një dosje bosh dhe një standard mizerabël hetimi që fakton edhe një herë të vërtetën e vetme se zoti Meta është sot i rrëmbyer jo thjesht dhe vetëm politik, por geopolitik, sepse në qoftë se ju do ju kishin lejuar deri në fund të kësaj seance të ishit prezent, do e kuptoni të realisht se kush është standardi i hetimeve. Një proces hetimor skandalos që nuk ka mundur dot, se nuk kishte se si mund të ndodhte, të gjende qoftë edhe një, nuk po them disa, po qoftë edhe një provë, nuk ka asnjë provë të vetme ndaj zotit Meta, i cili, sikundër e theksova dhe në fillim të këtij bashkëbisedimi me ju, është aty thjesht e vetëm me urdhër të Edi Ramës dhe të diktuar qartësisht nga Charles Megonigali. Gjithashtu dua të evidentoj faktin, me që i kam qenë prezent edhe në seancën e masës, dhënies së masës sigurisë, ndaj tij fakti që prokurori, ndryshe nga seanca kur u shqyrtua masa e sigurisë, i pyetur nga gjykata se çka ka ndonjë provë pra lehtësuese sipas spakut në zotin Meta, refuzoi të përgjigjej dhe më vonë kur filloi seanca në gjykim, pohoi me gojën e vet. Prandaj them që ata qëllimisht ju mbajnë larg, jo vetëm ju, po duan të mbajnë larg faktit që shqiptarët të mësojnë të vërtetën. Prokurori pohoi me gojën e vet në sallën e gjyqit që akuza e lobimit për me kjo grup ka rënë. Kundërkohë zoti Meta u rrëmbye në 21 tetor të vitit 2024 me pretendimin se ka paguar $1 milion për Donald Trump. Dhe sot, i njëjti prokuror që në seancën e vlerësimit të masës së sigurisë tha nuk ka asnjë provë lehtësuese për zotin Meta, pra mashtroi gjykatën, në seancën e gjykimit në themel pretendoi të kundërtën. Nga të gjitha tha ato prova sipas tij, ashtu quhet ose e theksoi dosja është bosh. Ajo për me kjo grup tha ka rënë, tha nuk ekziston, kundërkohë prej vitesh me radhë apo jo në mediat e sponsorizuara me paratë e inceneratorëve dhe ata papagaj për fat të keq të spakut apo jo pretendojnë që është faktuar lobimi ashtu quajtur i zotit Meta apo ku e diun se çfarë tjetër. Pra i njëjti prokuror thotë që nuk ka asnjë le të themi provë që mund të lehtësoj pozitën e zotit Meta dhe për këtë arsye ai kërkoi që zoti Meta të qëndrojë në paraburgim politik, pasin fakt dhe pasin provë penale, dhe i njëjti prokuror, kur fillon gjyqi në themel, pohon të kundërtën. Po tha, se s'ka çfarë tjetër. Një nga akuzat ta ka rënë, tha, sepse çështja me kjo grup tha, na e sollën përgjigjen autoritetet amerikane, nuk ka asnjë fakt penal i zotit Meta. Dhe zoti Meta e pyeti, "Ore, më fal, ligjet në Shqipëri i kam shkelur? Jo. Ligjet në Amerikë i kam shkelur? Jo." Për çfarë ndodhet sot? Kjo është pyetja që duhet i bëni ju në fakt prokurorëve gojë kryqur dhe sy mbyllur të spakut. Përse sot zoti Meta duhet të vijojë, të qëndrojë në burg politik? Arsyeja dhe përgjigjen besoj dhe ju e dini, pavarësisht se ndoshta refuzoni ta shprehni publikisht, është urdhri politik i Edi Ramës. Dhe gjatë gjithë kësaj seance të sotme, mu kujtua e shpreha të gjithë pushtetet sovjetëve, në rastin e spakut është të gjitha fajt i ka Ilir Meta, edhe pse gjatë gjithë këtyre 5 apo 6 orëve që jemi të mbyllur në atë sallë gjyqi, unë personalisht, po jo vetëm unë, por dhe ju, nuk dëgjuat një provë në ngarkim apo kundër zotit Meta, mund të dëgjuat gjithçka tjetër për të pandehurit e tjerë, është një çështje të cilën ata kanë avokatët dhe zëdhënësit e tyre që mund t'i serojnë ato gjëra shumë mirë, nuk janë për të diskutuar këtë gjë, por nuk dëgjova unë, sikundër nuk dëgjuat as ju, një provë të vetme apo kapjen e një elementi të një vepre penale që ka konsumuar zotin Meta dhe prandaj fakti që ju mbajnë juve larg, fakti që i mbajnë shqiptarët e larg këtij procesi, fakti që i gjithë kjo seancë është dhe vijon të bunkerizohet, ka vetëm një qëllim, shpallje më thonjë za fajtorët të zotit Meta, duke vijuar precedentin e terroristit marrokan, pra vijimin e mbajtjes së tij në kafaz jo me 5 tani më, po me 7 yje, dhe ndërkohë furnizimi inkognito apo në rrogos për të orientuar apo jo opinionin publik me fakte të cilat nuk qëndrojnë, sepse nuk ka asnjë fakt realisht dhe unë gjithmonë kam refuzuar të cilësoj qoftë edhe
çështja Meta apo si dosje Meta për sa kohë kemi të bëjmë me një dosje bosh. Është një dosje bosh, ka vetëm manipulime nga ana e prokurorëve, fshehje faktesh apo mbyllje syve para fakteve dhe provave ligjore, si kundërsh fakti që edhe zoti Meta me shumë të drejtë e risolli sot në seancën e gjykimit që prokurorët a ju kursyet të thoshte keni mashtruar, por në fakt është mashtrim se nuk mund t'i vesh emër tjetër faktit që Departamenti të Drejtësisë me firmë dhe me vullë të 3 prokurorëve, njëri prej cilëve sot mungon në këtë sallë, ju është pohuar zyrtarisht autoriteteve të drejtësisë amerikane, një fakt që nuk qëndron. Pra, sipas pakut, na qenë ka provuar se zoti Meta na pas ka përdorur 2 apo 3 karta bankare amerikane, kur zoti Meta, siç e pohoi para gjykat, nuk ka përdorur kur një kartë bankare shqiptare në jetën e vet, dhe sikundër konfirmoi, sepse keni dëgjuar dhe ju dhe pas dhe lajmet shpenzime luksi. Cilat janë këto shpenzime luksi, zoti Meta? Po nuk ka. Më fal, zoti Meta e dashur Anila, zoti Meta nuk bëri përgjegjes kërkënd, sepse ai nuk është prokurori i çështjes, por zoti Meta nuk mund të marrë përsipër dhe nuk mund të bëjë përgjegjësi për kërkënd. Zoti Meta me shumë drejt tha që unë nuk kam qenë kur dhe nuk kam bërë kur shpenzime luksoze, sepse nuk është e faktuar kur që ai të jetë klienti në një butiku, qoftë në Tiranë apo qoftë ku tjetër, apo shpenzime të cilat ndoshta janë në imagjinato dhe spaku do donte me gjithë shpirt dhe zemër që ti kishte, por ju e keni parë, jeta e tij ka qenë transparente dhe publike. Po, ka qenë në Valbon, ka qenë në Shal, ka qenë në Alpet e Shqipërisë, po nuk ka qenë në këto butiqet e pretenduara për të blerë çanta apo për të blerë, madje një detaj kujtoj që kam 20 vjet me të njëjtën orë Swatch, mjafton e tyni në internet për të kuptuar se sa është vlera një orë që zoti Meta mbram prej 20 vitesh, apo se sa kushton kostumi i tij, i njëjti kostum që ndoshta me të drejtë mund të rinte pak i madh, se kjo tregon edhe një herë që nuk është fansi i kostumeve luksoze apo i butonave në këmisha, por këto janë detajet të cilat duan ta përqendrojnë vëmendjen nga thelbi i debatit, dhe thelbi i debatit është një dhe vetëm një. Ndaj zotit Meta nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë fakt penal kundër tij, nuk ka asnjë cent të palishëm të sekuestruar, asnjë metër katror pasuri, asnjë mesazh, asnjë lidhje të pretenduar korruptive me këdo, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, por bunkerizimi i seancës ka vetëm një qëllim: të keq informoj opinionin publik me të pavërteta dhe me orientime që zyra e Spakut, jam i bindur që filloi që gjatë seancës, ku edhe unë si deputet nuk lejohesha të mbajnë celularin aty për të informuar këto gazetarë, se po shoh tani shumë kolegë, ndër cilët edhe ju zonja Hoxha me drejt pyesin çfarë po ndodh në seancë. Kundërkohë seanca duhet të publike dhe gjithë shqiptarët duhet ta shohin gënjen Ilir Meta apo gënjen në mënyrë kriminale prokurorët e Spakut, dhe e përmenda krahasimin me qëndrimin që ai mbajti gjatë seancës për vlerësimin e masës së sigurisë me qëndrimin që ai mbajti gjatë seancës së gjykimit në themel. Ndaj ju ftoj edhe një herë të insistoni që ky proces të jetë një proces publik, së pari sepse vetë zoti Meta ka shprehur vullnetin e tij si politikan, jo vetëm i përgjithshëm, por edhe si politikan i cili ka mbajtur 3 funksionet më të larta shtetërore, pra president, kryeminist, kryetar i kuvendit, për të dhënë llogari para të gjithë shqiptarëve, apo jo, për gjithë angazhimin e tij publik dhe politik, për të dhënë llogari para votuesve të vet, por mbi të gjitha për të dhënë llogari para të gjithë shqiptarëve për këtë proces fund të krye farsë dhe kriminal, sepse qëllimi vetëm u tregua dhe sot ishte thjesht vijimi, mbajtjes së tij në izolim ekstrem, në kushtet cilat kur kemi edhe 2 raporte të 2 institucioneve shumë precizor, një institucion i kushtetues avokati i popullit dhe një institucion i cili monitoron liritë të drejtat e njeriut, si Komiteti Shqiptar i Helsinkit, rekomandimet e tyre nuk zbatohen dhe as ka vullnet për të zbatuar. Thjesht është urdhri politik Edi Ramës dhe i qartë me Gonigalit që Ilir Meta të vijojë të qëndrojë në burg, të vijojë të qëndrojë izoluar në kontaktet e tij me bashkëpunëtorët e tij të afërt politik, dhe ju pastaj të informojeni nga zyra e shtypit e Spakut mbi të pavërtetat, sepse është një dosje e cila është ndërtuar fund e krye mbi manipulime dhe mbi të pavërteta, sikundër dhe një rast tjetër pa ju lodhur më gjatë, pretendimi se në vitin 2018 zoti Meta ka qenë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kundërkohë të gjithë shqiptarët e dinë që zoti Meta në atë vit ka ushtruar funksionin e lartë shtetëror
të presidentit të Republikës. Pra ja vetëm mund tani në pak minuta ju solla 2 manipulime skandaloze dhe kriminale që ka bërë Spaku në këtë çështje, pa dashur ty pasaj në detajeve të cilat i përkasin një fushë tjetër dhe që unë nuk mund të ndalem dot ti komentoj. Faleminderit. Ju thatë që zoti Meta nuk i kushton rëndësi dhe thotë si shembullor në kostumin. Për shfakt. Në fakt më herët zonja Tremadi tha se ishte i natyrruar dhe kishte një kostum me masë më të madhe. Kush kujdeset për imazhin e përveshjet e Metës? E dashur Anila, kjo e kuptoj. E kuptoj e dashur Anila, unë nuk kam kohë të humb me asnjë lloj komenti i cili sposton vëmendjen nga çështja. Dhe kjo nuk është një çështje e cila duhet të banalizohet në debate kostumesh dhe në debate numra kostumesh. Është një çështje e cila ka të bëjë në radh parë me pluralizmin politik, sepse kemi të bëjmë me një nga 2 drejtuesit kryesorë të opozitës, i cili është rrëmbyer në mënyrë kriminale, për cilin vendimi i gjykatës së posaçme ka faktuar këtë rrëmbim, pra që zoti Meta është njohur me masën e arrestit 2 orë pasi ishte rrëmbyer. Kemi të bëjmë me faktin që po shkelen në mënyrë flagrante liritë dhe drejta themelore, jo vetëm njerëzore, por edhe politike. Kemi të bëjmë me rastin kur po shkelen në mënyrë flagrante konventa europiane të drejtave të njeriut dhe kemi të bëjmë me rastin se si një drejtësi me regji është e vënë e gjitha në shërbim të Edi Ramës, sa jon prova, shpik prova apo jo, nisur nga kallëzues nivelet cilëve nuk ka nevojë për shumë koment, sepse jam i bindur që edhe ju talleni me cilësinë e kallëzuesve, pa dashur të fyej dhe të denigroj kërkën, por këto janë fakte, sepse unë s'mund të pranoj logjika minimale e një njeriu që ka 2 klasë shkollë, nuk mund të pranoj si kallëzues dikë që pretendon që Dritan Dajti ka dalë 6-7 herë natën nga burgu për ta vrarë, por nuk e ka vrarë dot dhe është kthyer në qeli, dhe kundërkohë është i njëjti prokuror i cili këtë dëshmitar kaq serioz e merr për bazë, dhe ndërkohë që një njëjti prokuror që erdhi në koshin e plerave pa dinë e një institucioni kushtetues si kontrolli i lartë i shtetit për faljen e 479 milion eurove. Ndaj çdo përpjekje për ta spostuar debatin në nivel Big Brother më vjen keq, por nuk jam unë personi i cili mund t'i jap përgjigje. Kjo është një çështje shumë serioze dhe që lidhet e theksoj me liritë dhe të drejtat e çdo shqiptari dhe mbi të gjitha me sovranitetin e tij, një çështje e cila sot duhet të alarmoj çdo shqiptar i cili e sheh se si një drejtues politik, një burr shteti, një figurë e lartë politike e cila ka ushtruar si asnjë figurë tjetër në historinë e shtetit modern shqiptar, nuk ka mbajtur këto 3 poste, i cili apo jo është rrëmbyer dhe vijon të mbahet në kushtet e një izolimi ekstrem, në shkelje flagrante të drejtave të tij të njeriut, me një trajtim njerëzor, siç faktoi dhe avokati i popullit, thjesht dhe vetëm sepse Edi Rama ka ndërmend apo kishte ndërmend dhe vijon ta ketë ende qëllimin e tij të vrasë pluralizmin politik, jo me rregulla të barabarta loje, por duke rrëmbyer drejtuesit politik, duke i izoluar dhe duke i bërë fajtor për gjëra të cilat nuk janë ata përgjegjës. Përgjegjësia para ligjit është personale, secili të mbajë përgjegjësi për atë, dhe kjo është ajo që thotë zoti Meta, por ju theksoj, ai kur nuk është shmangur përballes me drejtsinë, tani ai do që përballjen e tij me këtë bandë që rrëmbeu në mënyrë kriminale të transmetohet live dhe ta shohin të gjithë shqiptarët, të cilët për vite e theksoj dhe dekada me radhë janë helmuar me të pavërteta, të hedhura në publik dhe të sponsorizuara në publik ndaj Edi Rama, të manipulime me cilat ai edhe u rrëmbye në 21 tetor, janë paguar $1 milion sipas Spakut për të dalë foto me Donald Trumpin, dhe sot prokurori në sallë të gjyqit pohon që kjo akuzë thotë nuk faktohet, ka rënë. Megjithatë, zoti Meta duhet të vijojë të qëndrojë në burg, sepse kështu ka urdhëruar Edi Rama, sepse kjo është logjika dhe ky është fabula. Faleminderit ju.